Në bashkinë e Konispolit kam bëritur një dhuratë e çmuar me vlerë të madhe për shëndetin publik. Një autoambulancë e redhuruar nga një delegacion i prefekturës Pardubice të Republikës Çeke do t'i shërbejë tashmë komunitetit të kësaj zone në rastet e urgjencave mjekësore. Ajo do të mbulojë jo vetëm qytetin, por edhe të gjitha fshatrat përreth, duke garantuar ndihmë të menjëhershme në çdo rast emergjence. Në qendrën tonë dhe konkretisht në bashkinë Konispol ka ardhur një autoambulancë nga Republika Çeke për t'i ardhur në ndihmë qendrës shëndetësore Konispolit dhe të gjithë 13 fshatrave që përfshin bashkia Konispol. Kjo është një dhuratë shumë e çmuar, pasi zona ka nevojë, jo vetëm për një autoambulancë, po edhe për më shumë nëse do të ishte, e cila do mbuloj Xarrën, Shalsin, Markatin, Janjarin, të gjithë fshatrat me radhë, që janë larg dhe që për transportin do kenë nevojë për shumë autoambulanca. Autoambulanca është e pajisur me të gjithë parametrat e nevojshëm për ndërhyrje të shpejta dhe transport të sigurt të pacientëve. Ajo do të qëndrojë pranë qendrës shëndetësore të bashkisë Konispol. Problematika nuk kemi patur sepse ne kemi mbuluar shërbimin shëndetësor me autoambulancë që kemi patur në qendër. Tani që u shtua flotës edhe një autoambulancë nga Republika Çeke, do të jetë akoma më e favorshme dhe do të jetë shumë më aksesueshme për fshatrat siç janë Shalsi, Vërva, Janjari. Problematika vetme është terreni, që autoambulanca e ka pak të sikletshme për të shkuar shtëpi më shtëpi, aty ku ndodhet rasti. Por që është gjetur zgjidhje, autoambulanca i plotson të gjitha kushtet. Është shoferi që është 24 orë në dispozicion, është mjeku dhe infermieri që bën transportin e pacientit, dhe autoambulanca i ka të gjitha kushtet që nga oksigjenimi, medikamentet brenda, pajisjet. Dhurimi i autoambulancës është një tjetër hap përpara drejt forcimit të infrastrukturës shëndetësore dhe bashkëpunimeve të dobishme me vendet partnere.